Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit për muajin dhjetor 2025, ku theksohet se është më i lartë në një mesatare 5.3% në muajin dhjetor 2025 krahasuar me muajin dhjetor 2024. Sipas ASK-s, inflacioni mujor ishte 0.7% në muajin dhjetor 2025. Indeksi tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit në vend në vitin 2025 ishte më i lartë në një mesatare 3.9% krahasuar me vitin 2024. Ngritja e indeksit të çmimeve të konsumit është vërejtur te kafja, çaji dhe kakao 15.2%, pemë 11.5%, perime 5.9%, vajra dhe yndyra 8.4%, ndërsa qumësht, djathë dhe vezë 7.2%, lëngje nga pemët dhe perimet 4.8%, bukë dhe drithra 3.8% dhe prodhimet ushqimore të tjera 3.6%. E energjia elektrike është rritur për 11.4%. Ndërkohë, rënja e çmimeve vëret te grupi karburant dhe lubrifikant për pajisjet e transportit personal minus 4.6% me një ndikim prej minus 0.3% në IHCK. Ky indeks është më i lartë në një mesatare prej 0.7% në muajin dhjetor 2025 krahasuar me muajin nëntor 2025. Kjo kryesisht është shpjeguar me ngritjen e çmimeve të konsumit në këtë periudhë të grupet dhe nëngrupet energji elektrike 8.7%, bileta të fluturimeve 8.4%, lëndjekse të ngurta, druzjarri pelet 3.0%, perime 2.9%, bileta të transportit rrugor 2.2%, mish 1.1%, qumsht, djathë dhe vezë 0.7%, me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 0.8% në IHCK.